Anait Kaloti, biznesmen dhe fituesi Big Brother 6, ka reaguar fuqishëm kundër gjestit me disa deklarata në Instagramin e tij. Anaiti postoi si fillim një episod nga një performancë në një klub nate ku gjesti zbret dhe e përqafon një vajzë me aftësi të kufizuara nga audienca. Poshtë saj ai ka shkruar: "S'ka marketing të keq, por mund të zgjidhet një marketing më i mirë sepse nuk shet më gjunau, shet suksesi, luksi, dashuria, leksione pa pagesë për kreativ në mungesë." Pas kësaj goditjeje të papritur, sepse Anait Kaloti ka shprehur publikisht mbështetje të madhe ndaj gjestit kur ai ishte brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, reagimet kanë vërshuar ndaj tij. Kështu Anaiti zgjodhi të bëjë një sqarim të mëtejshëm, duke zbuluar disa detaje për raportin e tij dhe gjestit. "Kam kontribuar më shumë se kushdo që ka Kingi afër për fitoren e tij, social media, top, influence, online e të tjerë, që s'ju a them dot këtu. Këtë mund ta provoj stafi Kingit, deri te rrobat e finales që ka veshur Kingi dhe babai Kingit dhe brekët ja kam dërguar Kingit në shtëpi, kur s'ka pasur të vishte e bërtiste nga kamerat, më sillni rroba se s'kam." Mëtej Anaiti tregoi se për mbështetjen që ka treguar ndaj gjestit, nuk ka marrë as edhe një falënderim deri më sot. "I gjeta duke ngrënë duhan, i çova kur s'kishin për të hipur kurrë. Për sqarim, besprem s'jam unë, s'kam për të harruar kurrë, më tha Kingi kur doli. Asnjë telefonat s'më ka bërë akoma për të më thënë faleminderit vëlla, se ke bërë maksimumin pa më njohur fare." Për më tepër, Anaiti shtoi se të njëjtë mbështetje kishte siguruar edhe për menaxherin e gjestit, të cilin tha se e kishte mbajtur pranë për 2 muaj qëndrimi në Tiranë. Menaxheri i Kingit ka qëndruar për 2 muaj në Tiranë. Merreni, pyeteni për ato 2 muaj që ka qëndruar me Anaitin. A e kam lënë të fus ndonjëherë dorën në xhep? A e kam këshilluar ndonjëherë për keq? A i kam bërë ndonjë gjë mbrapa shpine? Ishte një nga mbështetësit më të mëdhenj Anaiti. Siç tha edhe vetë në deklaratën e tij, Anaiti ka treguar mbështetje të madhe publike ndaj gjestit gjatë periudhës që ai ishte brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Gjesti nga ana tjetër nuk ka reaguar publikisht ende ndaj deklaratave të Anaitit për të konfirmuar vërtetësinë e tyre apo për t'i kundërshtuar ato. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.